Këto dy opera janë zgjedhur, do të thotë, në kuadër 5 vjetorit të themelimit institucionit, dy kryevepra të Puçinit, sepse kemi menduar që janë arrit kushtet ose kemi besu dhe po provojmë që ta ngrisim nivelin vit pas viti prej disa produksioneve që i kemi kryer nga viti 2021, kështu që jemi shumë ma nivel, po edhe opera e parë Soranxhelli ka që shkoj shumë mirë, u prit shumë mirë, gjithçka ishte në nivel dhe e dyta besoj që do të shkoj prapë mirë. Që kanë shku provat, edhe sa u kanë me vështirë me bashkëpunu? Kësaj here patëm fat gjithmonë bashkëpunoj me ndonjë produksion nga Bullgaria, nga Shqipëria. Tash kemi pas punë me shumicën e njerëzve kryesor, prej drejtorit organizativ dhe artistik që ka qenë Franco Moretti, dirigenti Jacopo Cipori, solistja Donata, ndriçimi, e këto gjithë ka qenë kostumet nga Teatro Regio di Verona, prej Italis, kështu që na ka ndihmuar shumë dhe kemi mësuar shumë nga përvoja atyre, ka pas edhe vocal coach që ka ardhur, trajner zëri, që ka punu edhe si pianiste, si korreptitore me gjithë solistët dhe ka punu veçanërisht për diksion, për fjalet si me u shqiptu, kështu që gjithë kasta jonë kësaj herë ju ka jap shumë mundësi trive tonë, zërave tonë, ku po edhe opera e parë është gjitha me vajza, ne kemi shumë zëra të femrave të vajzave, kështu që shumicës ju ka jap mundësia të këndojnë, e kanë fitu një përvojë shumë të mirë dhe hap pas hapi kështu do të ngritet institucioni. Jo, fatmirësisht edhe me këto zërimin, sepse ne nuk kemi teatrt, operas dhe baletit objektin që mos ta përdorim, edhe këto e ndjeshme, sidomos Puçini nuk e pranon mikrofonat, por këta kuptojnë se nuk kemi për momentin kushte, po ja dalin shumë mirë me ekspertë që janë edhe vinë nga Bullgaria dhe nga Italia kanë ardhur, që janë eksperta për këtë punë edhe për ambientet jashtme, që shkojnë si produksione mobile në për shtete të ndryshme, mbajnë në për hapësira të jashtme dhe kjo po është për ne ma lehtë, kemi një siguri që nuk na dështon zërimi. Nga që nuk e kemi një teatr të mirëfillt, ne nuk kemi as, domethënë, prej zhveshtoreve deri në sallë të operës krejt mungojnë, domethënë, dhe gjithçka është e improvisuar. Na realisht nuk është dashur me këndu me mikrofona në skenë, sepse një operë normale funksionon pa amplifikim, po ne jemi mësuar gjithmonë me amplifikim, nga që është e pamundur shkaku i akustikës që është të mërshme, sepse nuk është sallë e operës mos pari.